Kryetari i Bashkisë së Vlorës Elisa Lili ka inspektuar punimet në bulevardin e agrumeve dhe palmave. Halili ka takuar nga afër edhe përfaqësues të firmës që po punon për zbatimin e këtij projekti. Kreu i Bashkisë së Vlorës ka parë çdo detaj në lidhje me realizimin e projektit deri në këto momente, ndërsa ka kërkuar ritme të punës, por edhe më shumë cilësi në zbatimin e këtij projekti të jetë rëndësishëm. Sipas kryebashkiakut në detyrë, Elisa Lili, mbarvajtja e një prej projekteve më të bukura të Vlorës, bulevardit të palmave dhe agrumeve, është një rëndësie të veçantë, prandaj nevojitet mbikëqyrja e vazhdueshme që bashkë me Fondin Shqiptar të Zhvillimit të bëjmë më të mirën për qytetin e Vlorës. Kreu i Bashkisë së Vlorës Elisa Lili kërkoi nga kompania që po zbaton projektin që të zhvillojë punimet cilësore, ndërsa theksoi se Bashkia e Vlorës do të ngrenë një grup pune për të inspektuar në mënyrë të vazhdueshme punimet që po bëhen aktualisht nga kompania në një prej projekteve më të rëndësishme, siç është bulevardi i agrumeve dhe palmave.